Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar mori informacion në datën 12 mars 2025 se ishte vënë në shënjestër të një ndërhyrje të paligjshme të adresave të emaileve të prokurorëve të posaçëm. Falmasave të sigurisë nuk u arrit të ndërhyej në sistemin e brendshëm të strukturës së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, SPAK, i cili mbetet i pacënuar. Nga verifikimet ka rezultuar se është ndërhyrë vetëm në adresat e emaileve të disa prokurorëve, por jo në sistemin e përgjithshëm të IT-së së institucionit. Personat përgjegjës kanë arritur të marrin disa informacione, pa mundur të sigurojnë akses në dosjet hetimore. Po ashtu, ata kanë tentuar të ndërhyjnë edhe në emailin e drejtuesit të prokurorisë së posaçme, zotit Altin Dumani, por pa sukses. Fal një hetimi intensiv të drejtuar nga prokuroria e posaçme me përfshirjen e BKH-s, si dhe e sektorit të ekspertizës të kësaj prokurorie, u bë mundur që të zbulojë kjo ndërhyrje e paligjshme, duke identifikuar dhe arrestuar brenda 24 orëve dy shtetas, individin që ka realizuar ndërhyrje në emaile dhe atë që ka shpërndar informacionin tek persona të tretë. Gjithashtu, u bë mundur sekuestrimi i pajisjeve të përdorura për të realizuar ndërhyrjen, si dhe skedarët, fajlet e shkarkuar. Prokurori i çështjes, me qëllim ruajtjen e sekretit hetimor, ka urdhëruar persona të cilët kanë rënë në posedim të këtyre informacioneve të mos i publikojnë ato. Ndërkohë janë marrë në pyetje edhe individ të tjerë që mund të kenë patur lidhje me personat e arrestuar dhe kanë poseduar informacionet. Paralelisht me procedimin penal, prokuroria e posaçme nisi hetimin e brendshëm administrativ, i cili konfirmoi se sistemi i përgjithshëm i IT-së nuk është cënuar. Njëkohësisht janë marrë masa shtesë për forcimin e protokolleve mbrojtëse të sistemit të përgjithshëm të IT-së të institucionit. Deri në këtë fazë të hetimit, nuk ka asnjë të dhënë që personat e arrestuar të kenë bashkëpunuar me personel të brendshëm të SPAK. SPAK siguron publikun dhe të gjitha palët e interesuara se janë marrë të gjitha masat për të mbrojtur dosjet, të dhënat e ndjeshme dhe për të ruajtur integritetin e infrastrukturës së institucionit. Hetimet lidhur me këtë çështje vijojnë në kuadër të dyshimeve për ekzistencën e një grupi të strukturuar kriminal.